para se të dëgjonim dhe të bëhesh lajmëtari i lirisë Kosovës, kush ishte në Svetlana? Në të kaluar në rininë e vet. Jam i lindur në fshatin Arbnesh të Prishtinës, është 5 kilometra ndalit Prishtinës rruga për Besjan, respektivisht Podrije. Aty kam kryer shkollën fillare Andon Zakoçajupi, gjimnazin Sami Frashë në Prishtinë, fakultetin ekonomik në Universitetin Hasan Prishtinë të Prishtinës, derisa isha duke magjistruar në Zagreb në vitin 1983, realisht atëherë veç kisha diplomuar dhe pa të regjistruar magjistraturën në Zagreb, pak para se të burgosem, veproja intensivisht dhe me ansamblin artistik Hasan Prishtina, dhe posa u ktheva nga Zagrebi, që i vazhdoja paralelisht edhe studimet postdiplomike të masterit, u burgosa me 21 janar 1986, dhe saktësisht me 21 janar 1991 jam liruar nga burgu. Posa u ktheva nga burgu, fillova me u marrë edhe me prodhim, me një zonat që e pa ta marrë në burg, në burgun hetues të Zrenjaninit. Ma ka marrë vëmendjen edhe emri i asaj zejtarie, por një të në ku, a bash vish për me prodhu e ki në atë botë e ki hapat biznes? Apo edhe për me shfrytzu edhe për aktivitetet për cilat vishjekoni burgosun e ajo ka qenë hera parë, kur e burgos, apo hera dytë? Hera parë, hera dytë ka qenë 1994. Jo, ka qenë hera parë, mirë po i vetëdijshëm që kur dal pas burgut, nuk na lejon të regjimi fashist serb ne të burgosur e politik as me të gjallë, u desh të me zgjedh dy rrugë, ose me ato kushte dhe rrethana me jetu, me vepru, me punu dhe me mjetu edhe jashtë profesionit që e kishe, ose me zgjedh rrugën e azilit politik. Këtë të dytën nuk e kam dashur kurrë dhe prandaj jam marrë me prodhimin e qilimeve punimdore, kanë qenë prodhime të kualitetit lartë, standardeve evropiane dhe botërore. Ndërmarrës prodhuese e pa ta gjithë emrin Teuta. Ndërkohë, pastaj domethënë kjo është Asyron sy dhe kjo, mbretëresha Teuta. Juron sy shumë dhe prandaj duke juro dhe duke i pengu ata realisht policia financiare e Serbisë më dënonin pothuajse çdo muaj. Dënime financiare me pretekst se nuk e ke këtë, nuk e ke atë, por... Me thunë pak me sarkozën 50-50 i pas ke pas... 50-50, pikërisht ashtu. Kështu që po, kam vazhdu prej Nathanishës deri në shkuarin e luftë, domethënë në qershor të vitit 1998, i kam pas 30 punëtore, gra e vajza shqiptare, të cilat e patën perfekcionu këtë zanat, dhe le që prodhonim edhe për tregun vendor, por edhe për tregun ndërkombëtar në botë, domethënë flitet për periudhën e vitit 1991-1998. Bashkë me bashkëshorten time, që më shumë e kam shok se sa bashkëshorte, dhe patëm arrit pra të bëjmë 30 punëtore atë kohë, në kohën kur inflacioni pat arrit shkallën më të lartë, dhe kur rrogat pat të ndërrodhin. E marrën nga rrëfimet, nga rrëfimet sigurisht. Dhe atëherë punëtorët tonë i merrnin ka 200 marka, 250 marka, ndërka që rrogat e punonjësve të administratës publike patën në 7-8 marka, 10 marka krejt. Kështu që e vazhdova prodhimin deri në atë vit, kur e pash që nuk ka kuptim ma jeta në robëri dhe djemt shok tonë më të mirë, të mund shumë, sidomos në zonës operative të Drenicës dhe Dugaxhinit, luftonin dhe bënin betejë heroike me pushtuesin barbarsat. Unë ju bashkangjita në qershor vitin 98 në zonën operative Dugaxhin fillimisht. Nuk e ka dhënë, shpejt e kam vjen të UÇK-ja. 12 halote, sa vjet të kam dënu në herën e parë? 6 vjet kam qenë i dënuar, pas i kam mbajt, 4 në burgun izolues, terrorizues, hetues të Zrenjaninit, kufi me Rumanin, 1 vjet e kam mbajt në burgun e Prishtinës. Atje në kufi me Rumanin... Në krahin e Vojvodinës. Po, a ka pas të shqiptarë tjerë? Në qytet ka pas plot burgosur. Krejt burgjet kanë qenë mbushura me shqiptarë. Me shqiptarë. Gjithat burgjet e Jugosllavisë, e sidomos ato të Serbisë kanë qenë mbushura. Me burgosur politik? Burgosur politik shqiptar,
Normal, ne nuk na seleksiononin me na nda veç me na lanë me të burgosur politik, por me të gjithë të dërguarit edhe të akuzuarit e veprave kriminale, sepse për politik kanë qenë veç shqiptarët të akuzuar dhe të dënuar, ndërkohë për veprat e tjera të tjerët, mirë po kam qenë 5 vitet plota. A thatë që ka pas për i këtë ish Jugosllavisë burgosur? Po. Ka pas të nacionalitetet e tjera, sigurisht? Po supozoj, a ka pas edhe kroat burgosur politik? Jo, sigurisht dikun ka pas, po jo në qatë burg. Po, shumë ka pas, edhe që ka pas pak. A ka pas Serb burgosur politik? Po supozoj që ku një Jo, bilas që kemi ndëgjuar ndonjëherë që ka pas Serb. Kroat ka pas, po jo në burg nuk kam qenë. Me një fjalë, 99.99% burgosur politik në Jugosllavi ka qenë shqiptar. Pas në pas kampion? Absolut, shqiptarët dhe supozohet që dikun çdo i tretë shqiptar është trajtuar në udhbën serbe në atë botë vitet e 80-90, kështu që kjo është e vërtetë e madhe dhe tragjike. Po thu vitet 80-a, nga udhba serbe. Po. A ka pas edhe udhbë shqiptare, se i kemi po do tendenca që me tregu që ka pas me listat e tëra që kanë punonjës të sigurimit shqiptit, që kanë furë Shqip, po që trajtimin ndaj shqiptarëve kanë pas... Ata e kanë bërë trajtimin, 90% ata e kanë bërë trajtimin, në manë shqipfolësët, udhbashët shqiptarë, argat të dreqit, si shtë ki madhe edhe në që ka pas... A i ki trajtu, se po vim të ashtë me njerë mas lufte, po prap do të kthehemi të para se mi bashkan gjitë luftës qërimtar. A i ki trajtu që tu në kuadrë të kretë këtyre aktiviteteve që i kini pas? A i ki trajtu ndo njerë këtë segment kush shënkun ata shqiptarë të cilë kanë vazhdu me marë pjesë në urdhërat e udhbes sigurimit shtetit Serbisë në ish Jugosllavi? Jo, të thëmë drejtën argjend, miku imi dashur, unë me këtë dimenzion të dhimbjes time personale edhe të dhimbjes së shokëve dhe të bashkëvojtësve të mi, nuk jam marrë fare. Unë kryesisht jam marrë me 2 dimenzione të veprimtarisë time publicistike dhe dokumentare, me luftën çlirimtare, përkatësisht luftën titanike të ushtrisë më të lavdishme në botë, të quajtur ushtria çlirimtare e Kosovës, dhe me dimenzionin e gjenocidit serb mbi shqiptarët në një periudhë 1844-1999. Me dimenzionin e vujtjeve, dhimbjeve, torturave në përburgje nuk jam marrë. Një intervistë kam dhënë që nuk i dashtë vetë me dëmonë kuptim me shu vetën që me së marrë me etiketime, në thojza po themi, apo nuk i pas kohë? Jo edhe për atë, por nuk kam pas kohë. Kam shpresu që do të më mbetet kohë më vonë dikur ta trajtoj edhe këtë dimenzion të dhimbjeve dhe vujtjeve tona, por kam besu dhe kam shpresu që nuk do t'jetë vonë edhe për atë segment me folë, dhe prandaj kam lanë për një periudhë më të vonshme. Sajmit e sigurimi i shtetit, po vjen në përmend edhe një e kom dëgju, e kom shiku dikun në një televizion, në një intervistë juaj, e ke dërguar një rrëfim interesant që të ka ndodhur me një të komunitetit serb. Po. E cila është e vërteta, prandaj të pyeta a ka pas të burgosur politik në kuptimin që ata kanë pas ndjeshmërinë se çka jeni të vujt jo si shqiptar nën masat, nën regjimin, nën ato izolime të sigurimit shtetit, të regjimit Miloševićit. Ka pas serbe, kroate, gjermane, hungareze, nacionalite rome tjerë, romane, por jo për politikë. Domethënë serbi për cilin duhet flas edhe të them 2-3 fjalë edhe për cilin më pyetet, që kam dhënë një rrëfim në njërin prej televizioneve tona, ai ka qenë i dënuar 6 muaj burg për mbytjen e një plaku në trafik në komunikacion.